Deputetja e pavarur Mariana Koçeku e larguar tashmë nga grupi parlamentar I Partisë Socialiste. Ka reaguar ashpër për situatën e zjarreve që kanë përfshirë zona të shumta të vendit, duke kritikuar mënyrën se si institucionet po e menaxhojnë emergjencën dhe mbi të gjitha, mungesën e masave parandaluese. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Koçeku përmend situatën në Lur, Kruj, Mallakastër, Fusharrës dhe Orenjë, duke ngritur shqetësimin për dëmet që flakët po shkaktojnë në Pyje, zona malore dhe pasurinë natyrore të vendit. Zjarret e kanë mbërthyer këtë vend prej jugut në veri. Lura, Kruja, Mallakastra, Fusharrëzi, Orenja, shkruan deputetja. Sipas saj, debati nëse zjarret janë vendosur qëllimisht apo kanë ardhur si pasojë e pakujdesisë, nuk duhet të largojë vëmendjen nga problemi kryesor. Aftësia e shtetit për të parandaluar dhe përballur me situatën që përsëritet pothuajse çdo verë. Koçeku argumenton se pavarësisht origjinës së vatrave, pasojat për mjedisin janë të njëjta dhe përgjegjësia e institucioneve duhet të jetë parandalimi I dëmeve përpara se flakët të marrin për masa të mëdha. Disa thonë se janë të qëllimshme, disa të paqëllimshme, por pak rëndësi ka kjo punë. Në të dyja rastet ashtë me ardhë keq, shprehet ajo. Në reagimin e saj, deputetja vendos theksin te përgjegjësia institucionale që sipas Koçekut, një shtet funksional nuk duhet të mjaftohet me gjetjen e autorëve të mundshëm të zjarrvënieve apo me ndërhyrjen pasi zjarri ka shpërthyer, por duhet të ketë një sistem të përhershëm parandalimi dhe reagimi. Ajo kërkon që mbrojtja e zjarreve të trajtohet si çështje sigurie dhe jo si një emergjencë sezonale që menaxhohet vetëm kur situata del jashtë kontrollit. Një shtet solid s'kishte me konsideru mbrojtjen nga zjarret si çështje improvizimi, por si çështje sigurie që kërkon planifikim, mjete, parapërgatitje dhe ndërgjegjësim për gjatë gjithë vitit dhe jo në momentin e fundit, shkruan Koçeku. Në këtë pikë, kritikat e saj drejtohen hapur ndaj qeverisë dhe prioriteteve të saj për zhvillimin e zonave malore. Koçeku sjell në vëmendje paketën e maleve, një prej nismave të promovuara nga qeveria për investimet dhe zhvillimin ekonomik të këtyre zonave, duke e vendosur atë përballë situatës së krijuar nga zjarret. Por me sa duket, prioriteti I këtij shtetit ka qenë më tepër paketa e maleve, sesa mbrojtja e vetë maleve, ironizon deputetja. Për Koçekun, nuk mund të flitet vetëm për shfrytëzimin ekonomik dhe zhvillimin turistik të zonave malore, ndërkohë që pasuria natyrore që përbën bazën e këtij zhvillimi rrezikohet çdo verë nga zjarret. Reagimi vjen në një moment kur situata e zjarreve është rënduar në disa qarqe dhe strukturat e emergjencave janë angazhuar në operacione të njëkohshme. Temperaturat e larta, thatësira dhe era favorizojnë hapjen e shpejtë të flakëve, duke e bërë ndërhyrjen në terren edhe më të vështirë. Pikërisht për këtë arsye, Koçeku kërkon që debati të mos kufizohet vetëm në operacionet e momentit, por të zhvendoset e masat që duhet të merren gjatë gjithë vitit. Planifikimi, pajisjet, kapacitetet njerëzore dhe ndërgjegjësimi për parandalimin e zjarreve. Sipas saj, shteti duhet të konsiderojë veten garantin kryesor të mbrojtjes së mjedisit dhe të mos zhvendosë të gjithë përgjegjësinë të individët që mund të kenë shkaktuar zjarret. Një shtet serioz kishte me mbajt përgjegjësi në të dyja rastet, sepse kishte me konsideru veten si garantin kryesor për sigurinë e mjedisit dhe pasurinë natyrore. S'kishte me delegu fajin te kurkush, shpreh deputetja. Në fund, Koçeku shpreson edhe më tej gjuhën ndaj qeverisë, duke e lidhur mënyrën e menaxhimit të pasurisë natyrore me mënyrën e qeverisjes së vendit. Me kështu lloj prioritetesh dhe me kështu lloj paketash, nuk kanë me u djeg veç malet, por edhe vetë demokracia dhe pasunia më e pasun e këtij vendi, natyra jon, përfundon ajo. Reagimi I deputetës I shtohet debatit për kapacitetet e Shqipërisë në përballimin e zjarreve, ndërsa vatrat e shumta të ditëve të fundit kanë rikthyer në qendër të vëmendjes jo vetëm reagimin e institucioneve pasi shpërthejnë flakët, por edhe pyetjen se sa është investuar në parandalimin e tyre.